Një mërgjimtar nga Gostivari që jeton dhe punon në Gjermani ka zgjedhur të mos e harrojë vendlindjen dhe sa herë që i jepet mundësia, ai vazhdon të kontribuojë, duke u lehtësuar hallet njerëzve në nevojë. Ai është i rregullt në bamirësi dhe kësaj radhe ai ka dhuruar 1.000 euro. Ndihma është realizuar në kuadër të nismës humanitare Një zarf për nevojtarin nga mërgjimtari që nuk e harron vendlindjen, përmes së cilës mërgjimtarët ndihmojnë drejt për drejt familje që përballen me sfida të mëdha në jetën e përditshme. Shuma e dhuruar është ndarë në zarfe për 5 familje të përzgjedhura me kujdes, bazuar në një listë të përgatitur paraprakisht. Menaxhimi i këtij aksioni humanitar i është besuar humanistit Sinan Elezi, i cili gjatë shpërndarjes së zarfeve e ka shoqëruar ndihmën edhe me nga një pako ushqimore për secilën familje përfituese. Është një donator i ditë pi Gostivari që punon në Gjermani, ka dhuru 1.000 euro, ata do të shpërdan të holla, ke jetimat dhe s'ka mort. Dhe ati Zoti ja pranos këtë sadaka, i dhash net bretjet, lumturi në jetë. Publikimi këtyre rastive ka për qëllim të nxjisë edhe të tjerë të bashkohen në këtë frymë solidariteti dhe të shtrinë dorën e ndihmës për ata që kalojnë në momente të vështira. Njëkohësisht, kjo iniciativë synon të shërbejë si shembull që edhe vendbanime të tjera të ndërmarrin hapa të ngjajshëm humanitar. Vërtet këtë kohën ekonomike, këtë krizë, gjërat kanë i pse ne përballojnë. Ku një nevojtar që nuk punon kërkon ose ka fëmijë, ka dhe jetone, për shqyqi Zotit, i falemendron të madhi Zot, që ka bamirës, që ka donator, që ka zemër, që vu dalin susret, prandaj Zoti va pranof sadakajnë dhe vu dhash gjithve bamizve donatorve të rajonit Gostivarit, vu dhash net beretjet lumturi, drose se be pative rrëmen e ne, Zoti vu dhash matë mejra që ka dhonë këtë nati. Nisma Një zarf për nevojtarin rikthehet her pas her me kërkesë të bamirësve të cilët dëshirojnë që ndihmën e tyre ta ofrojnë në formë mbështetjeje financiare për familjet në nevojë. Ndryshe, humanisti Sinan Elezi është i njohur për angazhimin e tij të vazhdueshëm në aksione bamirësie dhe është mirë i informuar për familjet në nevojë në Gostivar dhe në fshatrat përreth. Vlen të potencojmë se xhirimi i aksionit të dhurimit të zarfeve është bërë vetëm tek familje që kanë dhënë pëlqim për një gjë të tillë.